A mund të bëj kurban ai që nuk fal namaz? Po, mund të bëj kurban ai që nuk fal namaz, sepse ai është, nëse një vetën që është musliman, apo flasë për musliman. Por sa i kryp punë, sa nuk i kryp punë, kurbani, janë çështje tjera këto krejt. Janë çështje tjera se cila veç. Gjithsesi namazi është shtylla kryesore, farzi kryesor është parësor është. Sepse kjo atë që i bie sikur se një njeri nuk ka gjiruton Ramazanin e pastaj shkon e fal Bajramin, e bën Bajram, i fton njerëz për Bajram, shtron sofra për Bajram, i gëzon familjen për Bajram, tash njerëz më ndalën ti. Sepse Bajrami është gëzim, ky peshërzen atë gëzim, po e shihen atë gëzim, ani po shihen atë gëzim. Po merr pjesë bashkë musliman në gëzim, sa i po merr pjesë bashkë musliman në gëzim. Por sa i krym punë, sa nuk i krym punë këtij Bajrami, që nuk agjeroj një muj ditë, asë ditë heq, le ta sheh kur del para Zotit ditë kiametit, le ta sheh kë, edhe ka me pa. Sepse nuk në rregull ajo punë, nuk në rregull heq. Nuk në rregull muslimani mos me agjeru Ramazanin e me thonë për festë Bajramin, por me ndalu Zoti mos e dhasht. Sikur sa ai që shkon një herë në Bajramin fal në xhami, që do më ndalu njeriu. Ose ai shkon e fal një herë në xhuman, do më ndalu njeriu, nuk bën ajo punë, nuk ka hije në muslimanëve. As në rregull ajo punë. Po, ati një thënë o zotni, ti a hanë buk në herën gjëma, a hanë buk për dit. A hanë buk Bajram, a hanë buk të për dit. O njëri, Allahun dhe të madhuru për çdo dit. Pra kurban është ibadet. Dërë me sakrifiku për Allah, sakrifikan. Sigur sadakatul fitri atje, sigur zeqati atje. E jep për Allah, e jep, Zoti ja pranu, ne lutëm ja pranu. Në këtë anë punë t'i ka keq.